të bashkohemi të gjithë kundër kësaj të keqe që po shtërron lëndën tonë kombëtare, kombin tonë, po shkatërron Shqipërinë. Sot është një ditë që çdo qytetar të shpreh zemërimin e tij në sheshin e dignitetit, e guximit, e misionit. Ndaj dhe edhe njëherë ftesa ime për mbar shqiptarët. Në një uragan të fuqishëm që Tirana nuk e ka parë nga 91-shi, të bashkohemi për të firmosur së bashku fundin e këtij regjimi dhe fitoren e të ardhmës sonë, fitoren tonë. Faleminderit. Berisha, pak orë para tubimit, policia e shtetit ka njoftuar se nuk e merr përsipër zhvillimin e tubimit për shkak se mund të ketë akte dhune. A keni një koment dhe a mund të na zbuloni sot në këtë ditë simbolike të fortë për Partinë Demokratike, do ketë ngujim në shesh apo jo? Komenti im është ky. Narkopolicia të kryej detyrat se zyrtarët po arratisen, po janë mbathin. Po janë mbathin. Si mit. Çfarë mendoni ju se janë arratisur vetëm, është arratisur vetëm Agaçi? Janë arratisur 10 të tjerë. Një komshi e Lubis më thot 4 ditë që nuk vjen në shtëpi. Unë nuk them se është arratis. Por komshia se shef shpreh shqetësim. Ku është thot? Sigur jam unë komshi i tyre. Pra, po. Absolutisht. Pra kjo është prekupimi. Sidoqoftë, i bëj thirrje organit të akuzës të bllokoj provizorisht të gjithë pasaportat e zyrtarëve që kanë dosje në skap. Pa përjashtim. Sepse largimi absolutisht kudo që shkojnë do t'i gjejnë. Por është një akt shumë i turpshëm. Jam mbathi Agaçi. Jam mbathi Agasi. Drejtora që s'ja u di emra. Ka një fugë masive nga administrata. Përsa për këtë asaj që thonë ata, rendin protesta është paqësore. Ne organizojmë vetëm protesta paqësore. Dhe ne kemi platformë këtë. Se po të donim ne, po të mos e kishim, nuk thonim ne protest paqësore. E kënë gjutë në për takime më thonë, pse e thua paqësore? E them se e kam bindje unë atë. E kam platformë atë. E kemi platformë ne. Ne jemi opozitë demokratike. Opozita nuk ka bandit si që ka të tipit Proda dhe Sokol Bishka. Nuk ka në gjirën e saj kriminal si ata. Trafikant, vrasës. Ndaj dhe ky është një akt provokacioni i rëndë, i tyre që nuk ka asnjë impresion. Opozita do të vazhdoj gjerë fitore të plot dhe këta mi që po ikin do të kapen ku do që t'jenë. Ja u them unë, se të vjedhish 13 vite qytetar shqiptar dhe momentin kur merr vesh se shuflet arresti janë ba dhe ikën. Absolutisht. Së pari,
korrupsioni do shpallet krim i rënd. Së dyti, largimi do shpallet një krim që dyfishon dënimin, në mos trefishon dënimin. Çka do thot do kalben gjithë vitet e mbetur atjes në burg për këtë largim që bëj. Po. Mora përgjigje, do ngujoheni sot në shesh, do qëndroj protesta opozitës? Skenaria është atje. Do jeni aty dhe do ta ndiqni me shumë vëmendje. Lajmëruat protestë paqësore, do thotë që nuk do keni molotov për të hedhur sot në protestë? Tani, këto që thoni ju, këto janë, nuk i organizon Partia Demokratike. Pse shifni ju ato inskenimet e Ilirian Prodz që i përgatisin në zyrat e policisë dhe japin si foto, nuk i han kush ato. Protestën e fundit ishin policia që hirte mjete piroteknike kundër opozicës. U kapa me filma. Me filma u kapa. Kishte edhe eksponent Partisë Demokratike bashkë me disa persona të Jo cilët eksponent, asnjë eksponent. nuk keni hedhur molotov? Kishte ndonjëherë të zemruar që hidhin ndonjë shash ka ndonjë fishek zjarr, ajo është punë tjetër, por nuk ishin Pra asnjë ju nga distanconi nga çunat e molotovit. Urdhoni? Ju distanconi nga ata persona që hedhin molotov në protestën Ne kemi tuaj. protestë paqësore, kjo është. Çfarë do të ketë ndryshe kjo protestë nga protestat e tjera të opozitës, zoti Berisha? Do jeni aty dhe do t'i ndiqni vetë rishësitë e saj. E kanë dorë qytetarët. Zoti Berisha, ndërkohë që ju sot protestoni në Tiranë, kryeministri Rama ndodhet në Washington. Si e pat ju takimin e dieshëm në bordin e paqes, edhe me presidentin Donald Trump, me të cilin pat jo vetëm një shtrëngim duash, po edhe një bashkëbisedim. Edhe një herë. Si e pat ju dje takimin e kryeministrit Siç Rama e me pan presidentin gjithë Trump? shqiptarët. Siç e pan gjithë shqiptarët. E pa. Kaq mund të them. Nuk kishte. Atë mund të them. Ishte takim ndërkombëtar i bordit paqës, Shqipëria në hallën e saj të madh. Nuk kish me këtë përfaqësohej, masi Harami është sklav i Edi Ramës dhe nuk ka shumë. Shkoi Edi Rama dhe ju e pat vetë. Ju e pat vetë. I keni vetë parasysh njoftimet që kishte bërë përpara, përbyet se këto këtu, aty, e kështu, ashtu, e pat vetë. Pyetje tjetër? Pret shumë pyetje. Me 20 shkurt, 91